Kjo fest e madhe e bën besimtarin të vetëdijshëm që ta largojnë nga vetja urrëtitjen, xhelozin, agresivitetin, nënçmimin, diskriminimin dhe përçarjen. Ajo simbolizon vetdijen e lartë mbi Krijuesin, kujdesin për familjen e shëndosh, afërsinë me njëri tjetrin, urtësinë në veprim, dashurinë ndaj të afërmëve, prindërve dhe familjes, forcimin e lidhjeve ndërnjerëzore, shmangjen e konflikteve ndërmjet vendeve dhe kombeve, si dhe mbjelljen e paqes, tolerancës dhe solidaritetit për ngritjen e vetvetes, familjes dhe shoqërisë në përgjithësi. Besimtar të nderuar, vëllezër e motra, në këtë festë të madhe shfrytëzoj rastin që në emër të Bashkisë Fetare Islame të Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe në emrin tim personal t'ju shprehi urime më të sinqerta dhe më të përzemërta të gjithë besimtarëve, familjeve si dhe bashkëdhetarëve tanë, kudo që jetojnë dhe veprojnë. Lusim Zotin e Madhërisëm që t'i pranoj sakrificat tona, kurbanët dhe lutjet tona, duke na shpërblyer me mëshirën dhe begatitë e tija të pakufishme.